Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për një lajm të mirë që kemi marrë nga Instituti Statistikave Kombëtare dhe njëkohësisht nga Ministria e Bujqësisë lidhur me treguesin dyshifror të rritjes së eksporteve tona bujqësore për 3 mujorin e parë janar-mars 2025, qoftë në vlerë, qoftë në sasi. Për këtë kemi nderin të kemi sot në studio zotin Agim Rapaj, kryetar i Këshillit të agrobiznesit shqiptar. Zoti Rapaj, përshëndetje dhe faleminderit që na erdhët. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Rapaj, cilat janë arsyet sipas jush për pse eksportet bujqësore tonat në 3 mujorin e parë të këtij viti janar-mars u shtuan me 26% në vlerë dhe 11% në sasi? Ka disa arsye. E para është objektivi që Shqipëria i ka vënë vetes për të arritur në eksport një shumë prej 1 miliard eurosh në vitin 2030. Është arritur deri në 54% të këtij objektivi, rreth 540 milion euro tashmë ne janë realizuar. Ky objektiv me ide të qarta dhe me mbështetje të fuqishme edhe nga sektori privat, edhe nga ai publik, po ecën në drejtimin e duhur. Arsye e dytë, shumë e rëndësishme, ka të bëjë me hapjen e vendit ton nga pikpamja e tregtisë me vendet e Bashkimit Evropian në lidhje me procesin e integrimit. Pra është një proces që po ecën dhe tashmë janë fiksuar dhe objektive mjaft të qarta. 2027 do të mbyllet gjithë procesi i dokumentacionit për të antarësuar dhe mbasaj në 2030 është procesi përfundimtar i antarësimit. Dhe ky është një stimul mjaft i madh që sektori privat po e shfrytëzon në mënyrë produktive për të eksportuar në vendet që tashmë kanë një vlerë të lartë të produkteve tona në cilat vendet në cilat ne eksportojmë. Një tjetër element i rëndësishëm ka të bëjë me specializimin e bujqësisë shqiptare dhe sidomos me shtimin e produkteve në ambiente të mbrojtura në sera. Janë rritur serat nga 1000 hektar para 3-4 vjetësh në 2000 hektar dhe vazhdon objektivi për të rritur dhe me 1000 hektar të tjerë. Kjo tregon që ne kemi rezerva të konsiderueshme lidhur me rritjen e sasisë së eksportit në cilësi dhe në vlerë. Element tjetër i rëndësishëm që ka ndikuar në procesin e eksportit kanë të bëjnë me qendrat e grumbullimit. Ne kemi pasur në 2013-ën e më përpara kemi pasur rreth 14-15 qendra grumbullimi. Sot kalojmë mbi 400 qendra grumbullimi dhe përpunimi të produkteve. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm që ka ndikuar shumë pozitivisht tek eksporti. Gjithashtu, një rritje të konsiderueshme ka pasur edhe për sa i përket organizimit të fermave për eksport. Tashmë shumë nga fermerët tanë, nga investuesit në sektorin e bujqësisë, kanë punuar jashtë vendit, janë kthyer dhe kanë krijuar ferma të cilat janë destinuara për eksport. Kjo tregon që Shqipëria dhe bujqësia jonë ka rezerva dhe njëkohësisht ka objektiva të qarta për eksportin. Kohët e fundit, Banka e Shqipërisë, Banka jonë qendrore, ka ofruar një linjë kredish shuash të buta 250 milion euro në vit për sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme të gjithë vendit. Qeveria ka ofruar nga ana e saj garancinë shtetërore më të madhe sovrane që ka nxjerrë deri tani për këto hua të buta. Në gjykimin tuaj, sa lidhen këto kredi të buta me eksportuesit tanë në bujqësi? Po lidhja është integrale, për arsye sepse që të eksportosh me cilësinë e duhur kërkojnë investime. Dhe në bujqësi dhe në gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë ushqimit, investimet janë ricikluese, po janë të ricikluese në pak vite. Domethënë jemi të detyruar që ne të investojmë vit pas viti në mënyrë të tillë që të riciklojmë prodhimin, të ndryshojmë teknologjinë, të përshtatemi me konkurrencën që na bëhet në lidhje me sektorin e ushqimit, të rrisim masat për sigurinë ushqimore dhe gjitha këto së bashku kërkojnë financim. Faktikisht financim që nuk e kemi pasur më përpara dhe kjo e detyroi Bankën e Shqipërisë dhe qeverinë që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën në mënyrë të tillë që të vendosin një instrument shumë të dobishëm, që janë 250 milion euro, me fokus bujqësinë.
Kjo bën të mundur që ata që investojnë në bujqësi të kenë një mbështetje, të themi në gjuhën popullore, të kenë krahët e ngrohta, në mënyrë të tillë që investimet e tyre, iniciativat e tyre, planet e biznesit, projektet që ata kanë, do të kenë një financim me kushte lehtësuese, siç është ky financim. Pra, e veçanta është që financimi është me kushte lehtësuese, me interesa të ulta deri në 2.5%, me garanci deri në 70% nga buxheti i shtetit ose nga qeveria më saktë, dhe njëkohësisht do të mundsoj që bankat e nivelit 2 të kenë një presion më të madh tashmë lidhur me dhënien e kredive dhe të mendojnë dhe ato që interesat që kanë, që janë shumë të kënaqshme dhe jo dobiprurse për prodhuesit, t'i ulin edhe ato në mënyrë të tillë që të rritet masa e financimit në këtë fushë të ekonomisë së ushqimit, që është një fushë jetike për vendin tonë, sidomos në kushtet që ne po kalojmë. Qeveria miratoi ligjin kohët e fundit për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Si mund të ndihmojë konkretisht kjo bankë, e cila në momentin e themelimit ka 100 milion kapital fillestar, fonde shtetërore, si përmarrësit në bujqësi, sidomos eksportuesit tanë? Shqipëria tashmë po kalon në një fazë tjetër të zhvillimit të bujqësisë dhe të ekonomisë së ushqimit, një fazë më të avancuar, lidhur me madhësinë e projekteve. Shumë nga investitorët dhe nga ata që punojnë në këtë sektor dhe ata që duan të punojnë në këtë sektor kanë projekte madhore. Kanë projekte madhore që i kalojnë miliona euro dhe është momenti tashmë që këto projekte të mbështeten. Dhe këto projekte madhore me madhësi kapitali të konsiderueshëm bëjnë të mundur, kërkojnë patjetër një mundësi financimi me kushte lehtësuese, por edhe me kriteret cilat përshtaten me këto projekte. Tashmë, Banka e Zhvillimit është një instrument që është në funksion të këtyre projekteve dhe unë besoj shumë që Banka e Zhvillimit do të nxjisë ndërtimin dhe zbatimin e këtyre projekteve në një kohë afat shkurtër. Kjo është arsyeja bazë mbi të cilën është krijuar Banka e Zhvillimit. Njëkohësisht, ne po futemi dhe po integrohemi tashmë në sistemin financiar evropian. Dhe sistemi financiar evropian kërkon partner. Dhe partneri më i mirë për sistemin financiar evropian, për Bankën Europiane, është një bankë zhvillimi që është, si thua, partnerja kryesore. Kjo bën që Shqipëria të eci përkrah vendeve të tjera që janë zhvilluar në sektorin e bujqësisë edhe falë mbështetjes së këtyre bankave. Shumë nga vendet e Bashkimit Evropian i kanë pasur këto banka si një instrument themelor për zhvillimin e tyre të qëndrueshëm. Struktura që ju drejtoni, Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar, strukturë shumë serioze, me një traditë tashmë të gjerë, të shtrirë në kohë, dhe me këtë rast ju uroj, sepse këtë vit ndryshon dhe 25 vite të kësaj strukture që juve në mënyrë të pandërprerë, me shumë suksese keni drejtuar, ka kontribuar fort në eksportin e vajit të ullirit ekstra të vjegjër. Në gjykimin tuaj, si paraqitet ky eksport këtë vit? Faktikisht, faleminderit për pyetjen. Faktikisht në si vjet kemi 25 vjetorin, kemi dhe kongresin e 5 të agrobiznesit, që do të mbajmë në muajin nëntor, dhe unë shpresoj shumë që në këtë përvjetor ne të bëjmë një bilans të plot të aktivitetit ton dhe njëkohësisht të promovojmë dhe të miratojmë objektivat për të ardhmen e afërt. Një ndër objektivat bazë që ne kemi promovuar ndër vite ka qenë ulliri dhe vaj ullirit. Ulliri është një bim tradicionale me të cilën ushqehen, po e them faktikisht kështu, 112.000 familje në Shqipëri, janë rreth 12 milion rënj me një proces rritje të vazhdueshme nga viti në vit, dhe është një pasuri kombëtare. Duke qenë një pasuri kombëtare, Këshilli i Agrobiznesit ka këmbgulur fort, është përballur me plot vështirësi lidhur me mbështetjen e kësaj bime që jep të ardhura të konsiderueshme për familjet fermere, por jo vetëm të ardhura, por ajo është një instrument i rëndësishëm në shëndet dhe ndikon në shëndetin e popullit tonë dhe atyre ku ne eksportojmë. Ne u krijojmë situatën në 2002
na u krijoi një situatë e pafavorshme lidhur me vajin e ullirit, na ngeli një sasi stok e konsiderueshme dhe njëkohësisht ishte një element mjaft negativ në nxitjen e fermerëve për të shërbyer kësaj bime, njëkohësisht edhe për të përfituar të ardhurat të kësaj. Këshilli i Agrobiznesit në këtë periudhë ndërmori iniciativë konkrete në bashkëpunim me RISI Albanian, që dua ta përshëndes në këtë drejtim, e cila na mbështeti ne fuqimisht për të njohur situatën dhe njëkohësisht për të dhënë disa rrugëzgjedhje. Në të drejtim ne punuam fort lidhur me evidentimin e cilësisë dhe sasisë vajit të ullirit, punuam fort për të nxitur Ministrinë e Bujqësisë dhe të zhvillimit rural që të ndërmerrte masa me homologët e vet në rajon dhe më gjërë, dhe kështu ndodhi në 2002-shin, 2003-shin, u bën disa takime të vazhdueshme midis Shqipërisë, Italisë dhe vendeve të tjera dhe Spanjës, që i kanë eksperienca të mëdha në këtë drejtim, të konsoliduara, dhe ne s'kishim më shumë se 60 ton vaj ulliri eksport në 2022-shin, në 2023-shin kaloi në 5.000 ton dhe kaloi akoma më shumë në 7.500 ton eksport të vajit ullirit në vendet e Bashkimit Evropian. Një arritje konsiderueshme dhe një rezervë pa shfrytzuar deri në këtë periudhë ishte këmbgulja jon, iniciativa jon, bëm disa promovime, bëm 2 konferenca kombëtare, bëm mbi 300 analiza të subjekteve që kishin stok vajin e ullirit dhe njëkohësisht pati një efekt të jashtëzakonshëm lidhur me çmimin, nga 3.5 euro që ishte shitja e vajit të ullirit, shkoi në 5, 6, 7 euro, që u dyfishua e ardhura nga cilësia dhe nga ndarja e cilësisë. Këtu ne patëm një sër ballafaqimesh, një sër trajnimesh me fermerët në zonë dhe arritëm në konkluzionin që puna intensive e gjithë këtij procesi na ka bërë të mundur që tashmë ne të eksportojmë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, të cilat më përpara nuk e kishin në konsiderat Shqipërinë. Tashmë Shqipëria është bërë një aktor për të eksportuar në vende ku çmimi i vajit të ullirit është i kënaqshëm. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zoti Rapaj, cilat janë pritshmëritë e zhvillimit të bujqësisë, po sidomos të eksporteve bujqësore për këtë vit, duke parë një situatë fillim kaq të mbar, populli thotë kohë e mirë duket që në mëngjes, po në gjykimin tuaj. Eksportet do vijojnë të kenë një trend rritje, për arsye sepse tashmë është konsoliduar procesi për cilin ne folëm, institucionet tona dhe veçanërisht qendrat e grumbullimit tashmë kanë kontrata që ne nuk i kemi pasur përpara dhe kontrata është një element i rëndësishëm për vijimsinë e procesit dhe unë mendoj që eksportet tashmë do të pësojnë rritje edhe për arsyet që ne përmendëm në fillim të bisedës tonë. Për sa i përket elementeve të tjerë, ne do të përballemi me disa probleme të cilat i kemi pasur në vijimsi, por ritmi i zgjidhjes së këtyre problemeve do të jetë shumë herë më i shpejt dhe ne duhet të përballemi me këtë fenomen sepse është procesi i integrimit siç përmenda dhe procesi i integrimit kërkon që ne të shtojmë forcat, të shtojmë përpjekjet, të rrisim mbështetjen për këtë sektor dhe veçanërisht për blegtorin që ka nevojë për një mbështetje të fuqishme dhe ne shumë shpejt do të rikthehemi një analize të blegtorisë në mënyrë që të nxisim të gjithë aktorët që edhe blegtoria të zërë vendin e duhur për potencialet që ka. Zoti Rapa, ju faleminderit për bisedën e sot. Faleminderit ju që i trajtoni vazhdimisht këto probleme. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.